Shiko, se cili prej nesh ka pjesën tonë tek puna e Perëndisë. Kapitulli 3, vargu 18, është i lezetshëm, duket çik triki, por ka një kuptim shumë të bukur teologjik. Prandaj të gjithë ne, kushdo që është kthyer te Zoti dhe ka njoh Krishtin, që e shohim lavdinë e Zotit si në pasqyrë, pa patur vel në fytyrë, shndrohemi në shëmbullimin e tij nga lavdia në lavdi. Qa kuptimi ka ky varg? Shiko, pjesa e jetuarit sipas shëmbullimit të tij është kjo porosia e madhe, edhe sa herë që ne bëjmë pjesën siç dëshiron Perëndia merr lavdi nga ne. Lavdi duke si termi i ngatrur. Unë kur përmendet fjala lavdi më kujtohet çfarë? Vetëm lavdi dëshmorëve. Është termi i kohës komunizmit, se vetëm atëherë përdore. Lavdi atyre që vdiqën. Por është më i bukur se aq. E di cila është fjala lavdi? Është lavdia e Perëndisë, di ç'është? Është shumatorja e gjithë atributeve të Perëndisë. Është shumator. Kur mbledh dashurinë e tij, paqen e tij, gëzimin e tij, mëshirën e tij, faljen e tij, gjitha këto përbëjnë lavdinë e Perëndisë. Edhe kur ne si dishepujt e tij bëjmë diçka që i pëlqen atit, që reflekton karakterin e tij, ne pasqyrojmë atë. Lavdia e tij është si dielli. Dielli nuk e ka dritën, ngrohtësinë edhe energjinë për vete. E ka çfarë? Për ta reflektuar për ne, për të na dhënë ne. Edhe Perëndia nuk i mban për vete atributet e tij. I shkëlqen, i hedh mbi ne, mbi dishepujt e tij, edhe bijtë e tij ne i rrezatojmë tek të tjerët. Për ta krahasuar, nëse Perëndia do ishte dielli, ne jemi hëna. Apo s'kan qenë astronaut në hënë të ditë? Hëna nuk ka dritë të vetën. Cila është puna? Vetëm të reflektoj diellin. Që bie gjërat që bëjmë ne. Si i bëjmë? I bëjmë nëpërmjet tij, nëpërmjet frymës tij. 2 Korintasve 4:4 thotë kështu. Ka të tjerë që nuk e kuptojmë këto mohabete që po flasim ne. Pse? Sepse kanë velin. Mund ta lexojnë Biblën, mund mos kuptojnë asgjë. Sepse nuk e kanë zbulesën e frymës. Edhe madje thotë kështu, këtyre njerëzve Perëndia e këtij shekulli është me p të vogël që i referohet të ligut. I ligu u ka verbuar mendjet e tyre që të mos besojnë. E duke mos besuar, drita ungjillit të lavdisë së Krishtit që është shëmbëllesa e Perëndisë të mos ndriçojë tek ata. Edhe kur dikush, si ishte ai vargu, kur dikush kthehet nga Zoti, çaj ndodh? Bie veli, atëherë mund dalloj, mund shikoj, sa e madhe që nga dashuria e Perëndisë. Unë mendova që Zoti më kishte inat. Unë mendova që janë ca fetarë që mblidhen aty te ajo vendi me karriget kuqe. Jo, Perëndia pas ka shumë për mua, edhe paqja dhe shlodhja e tij që ka ndryshe. Perëndia ka shumë më shumë. Edhe ne si dishepujt e tij e marrim edhe e reflektojmë. Edhe 2 Korintasve, vargu i fundit, dhe kjo vjen nga Zoti që është frym, nuk vjen nga ne. Nuk është e jona. Puna jon është si dishepujt vërtet, ne ndjekim mjeshtrin. Edhe kjo vjen nga Zoti që është frym. Perëndia që na zgjedh edhe na hiqet veli, njohim dashurinë pa kushte, bëhemi dishepujt e tij, jetojmë në mbretërinë e tij, ku Krishti është mbreti, jetojmë në zonën e tij, ku është fryma e tij, është liria, edhe ndërsa shndrohemi sipas tij, shëmbullojmë lavdinë e tij herë pas here. Pyetja personale për ta mbyllur është kështu. Nëse Perëndia megjithmen ka jashmase më tepër, çfarë na pengon? Edhe nxitja ime do ishte hidh një hap më tutje. Edhe hapi radhës, unë do të sfidoja hidh një hap më tutje. Nëse ti ke zgjedhur Krishtin, cili është hapi radhës? Kush ishin 3 hapet e dishepullit? E para, rri me mësuesin, rri me rabinin.
Ndoshta kjo mund të jetë hapi radhës. Po kalo kohë me rabinin, apo kalo kohë me mësuesin. Edhe nxitja ime është nëse këtë gjë e ke lënë pasdore, kalo kohë çdo ditë. 10 minuta, 15 minuta kohë me Perëndin. Lexojnë çik shkrimin, bisedon lutje me të. Çdo ditë, pse është pjesë e procesit të udhëtimit të dishepullit për të zbuluar që çka ka Perëndia më shumë për ty. Edhe e dyta që ndoshta kjo është pjesa jote ti thua Zot, ky është hapi im. Majmen që fillova një janar leximin e Biblës, po më duket me 3 janar harrova, me 5 janar harrova. Diku nga fillimi i janarit harrova. Nuk ka rëndësi ku e ka harru, e fillojmë prap. Po bisedoja me Adën, thash, Ada, ku je ti? Ada, unë jam te Ruthi. E tha, po ti ku je? Edhe unë thash, te Ruthi je? Pas e ikë si shumë kjo. Thash, jo, unë nuk ri me gratë, ri me burrat, jam te Abrahami. Sa do që bëra shakaun, e kuptoj gruaja që isha mrapa në leximin e Biblës. Ose ti je puna ime. Merresh me shumë gjëra, edhe harron atë përditshmen me mjeshtrin. Riktheje tani. Mas Pashkës, shkoj e bukur për ta filluar me çdo ditë rri me mësuesin, rri me mjeshtrin, rri me më të madhin për krejtëve. Edhe e dyta hapi dytë dishem, ndoshta je këtu. Fillo të mendosh e të sillesh si rabini. Gjëra që ti mëson, ai të jep një fjalë, një gjë, ti e zbaton, edhe fillon merr formën e tij. Fillon, si ishte ajo shpreha? Të mbuloft pluri i rabinit, na mbuloft prania e tij. Edhe njerëzit dallojnë lavdinë e Perëndisë ke ty, s'din ta shpjegojnë, po se çka ka i gjë ndryshe ky? Çka ka i gjë ndryshe ajo? E di çfarë? Ti kenet me rabinin. Edhe vjen i e mbulu me të. Edhe hapi i tretë është bëj veprosjaj. Kjo do ishte nxitja ime dhe do të shtyja hidh një hap më tutje. Sepse një hap më tutje ke për zbulu çfarë? Ke për zbulu që Perëndia ka më shumë.